Ne jem fshatin Pjetë të Shticë, është Jemin Gashi. Po. Intervista jone e parë, vizita jone e parë zhvillu të shtëpia vjetër. Ish vallahi, billahi, une pesha vetën që nuk jam të mujtë edhe mo kur halil. Kuha pe baj këja vetën. Jam lëdhen që thujnë ka ardhur mu. Qysh je? A je mirë? Qysh po kalon? Apo lodhi, apo mërziti? Apo do musafir? Në vendin ku rritesh, dhe po ashtu plakesh me të njëjtën barë të varfërisë që ke pasur dikur. Dhe lotët fillojnë të thahen nga skanja. Në këtë histori është Emin Gashi dhe familja e tij 3 antarëshe, i pa punë dhe i pa shpresë, sepse kanë filluar që rrudhat e ballit të tregojnë plakjen, dhe i cili nuk ka mundur t'ju siguroj fëmijëve të tij spaku një kumbi kokë. Ende. Vallahi qysh pa mujmë pja dalëm. Me gjithë shpirti që thujnë. Pse? Pse vështërsitë e mloja që tash, tybe edhe i pa punë, jemi metën, asanej që thujnë për të hupua në barë. A merë në ndimë sociale në të? Po, një ndimë sociale ma japin kajqenera. A punojnë djemë? Ju, 3 kam djemë. Sa vjeqar jenë? Që tash t'i mollin 19 vjeti ka, këj vogli ka 13 vjet, në shkollë t'i shkuën. Edhe i mollin në shkolla kanë te që tash t'i shku, që tash e ka kryen. Te që të e kumë shtyja one, qysh kumë mujtë, vish këto kënina, peshe edhe vetë nuk. Je lodhë? Jam lodhen që thujnë ka ardhur mu. Mos s'jam t'i mujtë. Emin Gashi u plak nga varfëria, por Zoti deshi që ai të mos vdiste pa i parë spaku një herë fëmijët e tij që të futeshin brenda shtëpisë që do të ishte e tyre, dhe mobiluar siç është një shtëpi normale për të jetuar, sepse ai mori këtë lajm pikërisht nga Halil Kastrati. Na kanë arë me ta bo një shtëpi të rejet mirë. Zoti ja vështu gjithmonë, e po që gjithmonë, e falemnjerës për juve. Vesh një po tham, Halil vallahi po të mërzit ka vetë vetja. E falemnjerës për juve, Zoti pas për tonë. Amen. E falemnjerës e bon shihajt, vesh vallahi, billahi, une pesha vetën që nuk jam t'i mujtë edhe mo kur Halil. Kuha pe baj këja vetën. Balë falemnjerës për juve edhe për tonë donatorëve me aton sa mujnë, shka mujnë, Zoti bereqet i dhasht, Allah i shpërbleft. Amen. Allah i shpërbleft. Edhe kjo shtëpi është në memorandum i bashkëpunues komunë i jetimat e Ballkanit. Komuna përsëri në shtëpi participon me shumën prej 5.000 euro, pjesën tjetër ju donator përmes shoqatës sonë. Të përhajt koft, inshallah tash e pas. E falemnjerës Halil. Zoti trut. E pa që gjithmonë. E pa shnetën edhe ti. E mos e hupi mytën kur. Amen. Na shqiptarë se kem pas adet mu dërzu kur, të pështet për muri po, ma mu dërzu jo. Falemnjerës shumë Halil. Zoti trut. Zoti përhajt koft. Falemnjerës. Na shijem atë ditë kur vim me të dhënë qelësat e shtëpisë. Zoti ju shpërbleft. Amin tonëve inshallah. Kjo shtëpi u bë e mundur nga shoqata Jetimat e Ballkanit dhe komuna, që dhuroi 5.000 euro. Mos harroni se të japësh asnjëherë në këtë jetë. Nuk varfërohesh, sepse çdo herë do të kesh qetësinë shpirtërore brenda vetes. Sot, pamjet e shtëpisë së re, kemi ardhur me ia dhënë qelësat e shtëpisë. Keni gëzu. Falemnjerës për juve, Zoti ju gëzoft edhe juve, Allah ju shpërbleft. Amin. Me tanat mira. Ç'është e pretën familja shtëpina, a kanë pëlqyer? Vallai s'ka qysh ma mirë.
s'ka qysh ma mirë me gzim me tanat. A ishe kon që thujnë mosafiri marë e i drejt Pse po thu? për e nija më stupë se 2 shpia mi ki maru, se e një. Këto ma ki maru tana mi kishtinje dhe se bepe të krejt, më ka një mu zidin shapeshe, komplet. Edhe dyrt, mashallah, ne harbofshin. Faleminirë Këna arë me një jetë mirë. E faleminirë se për ty ne unë zdi mo gëzim matë madhë. Allah e shpërbleft atje ku janë. Amin. Harbofshin edhe. Edhe shtafin e juj, për e një e shpërbleft. Edhe ata shë kanë dhënë të centin e funit, Zoti i shpërbleft. Amin. E faleminirë shumë për ty ne. Jemi nun për Edhe ti. për komunës faleminirës, për kryetarit, për bashkëpunëtorëve tina, edhe këta në të vetën faleminirës shumë, hajrbofshin, edhe këta Allah i rujt, Zoti i shpërbleft. Unë për të japë qelsën. E faleminirës edhe për E ty. ti e gëzof shpijen, na do ju japim pamjet e shpijes. Mërena. E ti e gëzof. Faleminirës shumë. Inshallah, mas tashit mirë e më mirë. Inshallah Për në hajt bje ku. Zoti edhe mund dikuj minimum. Amin. E familja jam, faleminirës.